Vllaznia në atletik për meshkuj është shpallur kampione e Shqipërisë për herë të 29 në historinë e saj. Atletët shkodran dominua në garat e zhvilluara për 2 ditë me radhë në stadiumin Elbasan Arena dhe si rrjedhoi me 186 pikë të grumbulluara kanë zënë vendin e parë në renditjen ekipore. Në këtë kampionat, atletët e vllaznisë janë shfaqur superior ndaj rivalëve të tyre. Leandro Çardaku u shpall kampion në garën e 100 metrave me kohën 10:80 sekonda. Franco Burrej konfirmoi formën e tij të shkëlqyer në 400 metra duke ndalur kronometrin në 46:46 sekonda dhe u shpall kampion. Në kërcim së gjatë, Muhamet Çengeli siguroi vendin e parë në rezultatin 7.42 metra. Në garën e 800 metrave, 18 vjeçari Sidrit Kupliku tregoi potencial të madh duke fituar titullin kampion në kohën 1:59 sekonda. Ndërkohë, në garat e femrave, Erisa Rasa triumfoi në kërcim së gjatë. Në stafetën e 100 metrëshit, Franco Burrej, Leandro Çardaku, Dorian Idrizaj dhe Endri Rakaj dha një performancë spektakolare duke u shpallur kampion në kohën 41:49 sekonda, vetëm në 100 sekondi larg rekordit kombëtar që është 41:48. Ndërkohë në garën e 200 metrave spikati sërish atleti Franco Burrej, teksa ai në 200 metra vendosi kohën 21:03 sekonda, duke vendosur një rekord të ri kombëtar, duke thyer rekordin e mëparshëm që mbahej nga vetë ai në kohën 21:19 sekonda. Gjithashtu Franco Burrej u shpall atleti më i mirë i aktivitetit me 1062 pikë. Dorian Idrizaj në 400 metra me pengesa u shpall kampion kombëtar në kohën 56:86 sekonda. Sidrit Kupliku u shpall kampion edhe në 1500 metra. Lenis Haxhiaj u shpall kampion në kërcim së larti me 1.90 metra, ndërsa Kulindo Kiri u shpall kampion në 3 hapësh. Ndërkohë edhe në stafetën e 400 metrave Franco Burrej, Dorian Idrizaj, Mehmet Çengeli dhe Sidrit Kupliku u shpallën kampion. Në këtë mënyrë vllaznia në atletik për meshkuj është shpallur kampione sërish dhe kjo padyshim që është merit të gjithë atletëve dhe po ashtu edhe i trajnerëve, Albert Marashi, Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj. Ky titull kampion për vllaznin është i 17 i radhazi dhe i 29 në total, teksa padyshim që atletët shkodran do të tentojnë vitin e ardhshëm ta thyejnë këtë rekord duke fituar titullin e 30 kampion.